Reforma e ligjit të orarit të punës në Gjermani po shkakton reagime të forta, pasi qeveria nën kancelarin Friedrich Merz planifikon të lehtësojë rregullin aktual të 8 orëve të punës dhe synon të paraqesë projektligjin përkatës në qershor. Propozimi është pritur me kritika të ashpra. Dita e punës 8 orëshe u prezantua në Gjermani në vitin 1918 dhe parashikohet nga akti i orarit të punës, sipas të cilit koha e punës ditore e punonjësve nuk mund të kalojë 8 orë. Përjashtimet lejojnë deri në 10 orë në ditë, me një limit maksimal javor për 48 orësh. Konfederata e sindikatave gjermane thekson se dita 8 orëshe e punës i mbron punëtorët nga konsumimi dhe lodhja, duke parlemruar se hiqja e saj do të lindte ata të ekspozuar ndaj presionit të drejtuesve. Konfederata shpreh gjithashtu shqetësime serioze në lidhje me planet e qeverisë. Nga një perspektivë shëndetit në punë, ligji aktual mbron punonjësit. Orët të tepërta dhe mungesa e stabilitetit çojnë në sëmundje që rëndojnë ekonominë dhe sistemin shëndetësor. Dobësimi i ligjit do të ishte kundërproduktiv dhe në dëm të punonjësve, thekson Konfederata. DGB dhe sindikata Verdi parlemrojnë se reforma mund të lejojë ditë pune deri në 13 orë. Llogaritjet tregojnë se një javë pune 6 ditore teorikisht mund të arrijë 73.5 orë. Megjithatë, Direktiva Evropiane e Kohës së Punës përcakton një limit mesatar javor për 48 orësh. Kjo të thotë që edhe nëse dikush punon 12 orë në ditë, ditët e mbetura duhet të jenë dukshëm më të shkurtra. Studimet kanë treguar se rritja e orarit të punës mbart rreziqe të konsiderueshme. Pas 12 orësh pune, rreziku i aksidenteve si në punë ashtu edhe gjatë rrugës për në shtëpi dyfishohet. Në të njëjtën kohë, puna e tepër lidhet me lodhjen, çrregullimet e gjumit, sëmundjet kardiovaskulare dhe ato mendore. Sipas studimeve, fenomenet të tilla rëndojnë sistemin shëndetësor dhe punëdhënësit, pasi sëmundjet mendore shpesh shoqërohen me mungesa fatgjata. Të dhënat zyrtare për vitin 2023 tregojnë se kohëzgjatja mesatare e pushimit mjekësor është 33 ditë.